Kemi një anketë që e kemi bo, se e kemi aktive në YouTube, me gjithë miqtanë që në ndjekin edhe aty. Ju votoni për kandidatin, partin, familjarët apo programin? Ju personalisht, për kë votoni? Unë votoj, thash më parë, spjegova kështu do duhet të gjithë votoni, jo pse unë duhet, po sepse unë e di, po them me modesti, se e di që vetëm duke respektuar vlerat, meritat, pra dijen, angazhimin, kush din, don dhe mundet, dhe ka që ka ofron, të tillët na ndihmojnë dhe na përfaqësojnë që ta avansojnë bashkarisht vlerën, demokracinë dhe ta vendin tonë. Prandaj unë pikrisht ata që janë më të mirët, më i miri në familje të propozohet, më i miri në lagj, më i miri në fshat, më i miri në qytet, në mënyrë që të kemi një substrat të mirëve, pra një asamble të cilën do komunë të atyre që janë më të mirët, më të merituarit dhe të cilët kanë dhënë kontribut ose premtojnë të japin kontribut. Jo në premisa tjera as militante, pse është i partisë, as nepotiste, pse është i dajes apo i tezës, por pikrisht pse ka vlera dhe ka merita, është i ndershëm, i pa përlyer, i pa korruptuar, që don dhe punon për vendin, më shumë për të tjerët se sa për vetë.